Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Teatarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Teatarot 2025. Dhe tani do të bëjmë pyetja. Kërkon që të rregulloj lidhjen midis jush. Ju të dy jeni në një lidhje dhe personi i zemrës tuaj kërkon që të rregulloj këtë lidhje. Pra, a do arrijë ai ta rregulloj lidhjen e tij? Do ketë pra rezultat në këtë histori? Është një person pozitiv. Është një person shumë pozitiv që do t'i ndihmojë njerëzit. Por është i rrethuar nga njerëz pak manipulator, jo fort të pastër. Lidhjen e tij ai do t'i japi një drejtim të mirë, do ta rregulloj, do të fillojë një kapitull të ri nga zero, duke lënë mbrapa gjërat jo të mira. Është pak i lënduar nga njerëz manipulator, nga këta njerëz që tham, pak i lënduar me lëndime, por thot është një person shumë pozitiv. Nënta e kupave tregon që ky është person me këmbë në tokë dhe lidhjen do ta rregulloj në një mënyrë fantastike. Dhjeta e kupave më tregon që ky bashkë me ju ka shumë mendime në kokë dhe është shumë falenderues universit për këtë yber kupash, për këtë oazë të mrekullueshëm që do t'i sjellë në jetën e tij. Është pak i mërzitur me njerëzit që ka pres, por shumë shpejt ky bën një rregullim të kësaj lidhjes tia, shumë vjeçare. Sepse kjo letër, as i kupës, më tregon që ky të bën një transformim, i vjen një lajm i papritur, transformon në një mënyrë të mrekullueshme jetën e tij, është një lajm që i vjen i papritur, i befastishëm në jetë që bën këtë transformim. Ky lajm i këtij princi me monedh tregon rregullimin dhe ndryshimin që bën ky në jetën tuaj. Dhe pse ti je dyzuar, duhet i flasësh intuitës së brendshme për të marrë përgjigjen e dur për gjërat që po bëhen në këtë lidhje. Shumë shpejt, në këtë lidhje vjen ky mesazh i mrekullueshëm për të ndryshuar dhe transformuar këtë histori. Me kë rezonon kjo histori e bukur? Me bigjëreshën, me demi, me peshqit, me britjapin, fluanin, akrepin, peshoren, me ujorin, binjakët dhe me dashin. Kurse me gërmat mund të rezonojë me gërmën B, Y, H, gërmën L, gërmën L, S, R, Q, gërmën T, Zh, gërmën G, Q, Gj, R, E, F dhe gërmën E. Po marrë dhe gërmën V. Faleminderit shumë, miqtemi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Teatarot. Like dhe thank you një zemër poshtë videos për të sjellë sa më shumë video të bukura të mbushura me energji pozitive.